Mungesa e pastrimit të kontenierëve të mbetjeve në zonën e Agodinës së Bashkisë së Elbasanit ka ngritur shqetësimin e banorëve të zonës. Ata i druhen për hapjes së një infeksioni dhe çdo ditë përballen me aromën e keqe që plerat lëshojnë. Banorët shprehen se nga ana e institucioneve përkatëse nuk ka pasur asnjë reagim apo pastrim të rregullt të mbetjeve. Ata theksojnë faktin se grumbulluesit e mbetjeve vijnë rrallë në zonë, e era që mbetjet lëshojnë është e tmerrshme dhe shqetësuese, pasi çdo ditë do të duhet të kalojmë pranë tyre. Sa duç ka afeksione kam të shtëpia aty afër aty, apo s'kam dhe ambulancën aty afër, dhe ata e hedhin aty të hapët e tij herë gjallë. S'vjen njëri i marrin, na njëri i marrin, na njëri si marrin, na njëri hus kot në kot. Shumë problema. Shumë në shive. Nuk kalon dot tu. Ose ne kalojmë tu për ti. Se u është këtu drejt. Nuk kalon dot. Pulat në orta mrena, gjanë. Ndonë se sipas banorëve shqetësimi është ngritur shpesh pasi gjendja është bërë e padurueshme. Askush nuk ka marrë masa dhe pse kjo situatë vijon të jetë e vazhdueshme prej muajsh.